konsideroj veten si mjeke e emocioneve. Kujtohet si fëmijë kom pas anksiozitet. Jam frigu natën, gjatë netën kur jam ngrit natën jam frigu dhe gjithmonë kom thënë çush muj me largu këtë, nuk kom fol me kërkën lidhje me atë. Pas ambicie të mëdha me arrit. Momentin kur e kom gjetë lidhjen me vetveten, arritet e mia janë tjera. Arritet e mia janë me gjetë njerëz të mirë, me fol me njerëz të mirë, mi përqafu qejt rrugës, me taku njerëz. Kjo është interesant. Kjo intervistë këtë moment nuk është e rastishme. Është shumë interesant. Faleminderit që më ndalet. Nuk e di, s'kom shpjegim për këtë. Këtë moment apo përgjithësi? Jetoj në Finland dhe kam brim bram për Finlandës. Finland. Po. Dukesh. E keni natyrë dhe një sjellje mla por të dëshiruar kjo. Domethënë ju jeni gjithë familja në Finland atje apo? Një pjesë e familjes, jo tërë familja. Po. Familje i keni atje? Po, një pjesë e familjes. Okej. A do të thonë si është Finlanda me jetu, që ka gjatë? Para se unë tregoj, po më intereson cili televizioni. Ne me histori të jetës, tamam. Okej, interesant, shumë interesant. Histori të jetës? Kom dëgju, po jo. Është shumë e madhe, e njohur. Po, patjetër shumë, po. Kom dëgju, po s'po më kujtohet, do të thotë titulli i emisionit, me siguri kom dëgju. Histori të jetës. Po, Rrëfen histori, ngjarjen e jetës që ka. Shumë interesant, atë po vjen mirë, po. Cila është historia jote sot, që të ndonë për neve? Historia ime është shumë interesante. Unë kam jetu në Kanadë për 10 vite, pastaj kom kalu në Finland, me qëllim që të punoj si mjeke. Dhe tani plani im është më kthy në Kosovë dhe me vazhdo jetën këtu dhe me punu në një fushë shumë interesante. Fushë interesante. Është fusha e mendjeplotësisë, fusha e meditimit. Dhe konsideroj veten si mjeke e emocioneve. Ajo është plani im, do të thotë. Dhe tani jam në një fazë të eksplorimit, si ta bëj këtë fazë kalimtare, do të thotë këtë ndrim të madh të jetës. Një etapë e re jetës. Po, patjetër, shumë e re. E re. Që dukesh e luftarake këtë pjesë. Patjetër, po, kam kalu në për shumë faza të vështira. Gërbeti nuk është i lehtë. Po kam mësu shumë dhe jam forcu. Na tregoj pak cila ka qenë faza më vështirë e jetës tënde? Faza e vështirë ka qenë për shembull bartja prej Kosovës në Kanadë. Do të thotë nuk kam qenë e përgatitur. Kam menduar që kur shkoj në Kanadë mund presin me profesionin tim, me diturinë time, me ngritjet e mia, mirë po atje u ballafaqu me sfida të mëdha. Do të thotë ka qenë shumë fazë vështirë, me 4 fëmijë, me fillu procesin e licencimit, me gjetë punë, nëse ke kërku punë, kanë thënë që je overqualified, je te i kvalifikume, do të thotë nuk të kanë dhënë punë më të thjeshta, do të ka qenë vite që kom kërku punë thjesht, punë me punu me punë thjesht. Po do të thotë nuk pendohem për ato sfida sepse më kanë pjekë si person. Kom pa realitetin çka do të thotë gërbeti, çka do të thotë nëse bën një plan jo të mirë, do të nuk përgatitesh për një hap të tillë. Dhe mos i kisha kalu ato vështirësi, në fakt nuk kisha gjetë çka kom gjetë në Kanadë. Kanadë kom kalu në vështirësi të mëdha gjatë procesit licencimit dhe atje kom gjetë mendjeplotësinë, meditimin, mendjeplot dhe kom studiu për 10 vite dhe jam përgatitur në atë fushë. Edhe tani po du me anë Kosovë edhe me pru atë, si me thanë, dituri, atë që kam mësu për mësusave të mi me nda me kosovarët e mi edhe, sepse na nevojitet një besim që nuk është religion, po është diçka e thellë, që çdo njeri mund të me ba, çfarë do religioni që i takon, do të mund të me ba, që është meditime, lidhja me vetveten tënde të brendshme. Kjo lidhje me meditimin, pse ka qenë kushtesh me ty? Nuk e di, me siguri e kom kërku të jetën.
është diçka që kom kërku të jetën, se më kujtohet si fëmijë kom pas anksiozitet. Jam frigu më natën, gjatë netën kur jam ngrit natën jam frigu dhe gjithmonë kom thënë ç'është muj me largu këtë, nuk kom fol me kërkën lidhje me atë. Edhe momentin kur kom filluar meditimin, kom gjetë një qetësi, një forcë të brendshme. Po, nuk spjegohet meditimi, është diçka një lidhje me vetveten e brendshme, në aspektin më religjioz, lidhja me shpirtin tënd. Dhe po më duket që gjithë këtë journey, si me thanë, journey që e kam ba për me gjetë diçka që kom kërku të jetën. Dhe tani duhet me vazhdu. Shoh çka po më sjell jeta më tutje. Po në univers sa beson? Patjetër, për mu universi, Zoti, lartësia yte, higher self, gjitha jo një. Tash varet çka na dojmë me besu. Fundit është Zoti, universi, gjitha janë një. Është me rëndësi me besu me pas besimin. Pastaj në kuadër të mendjeplotësisë janë elementet e ndryshme me besu, to let go, me lëshu senet e poshtë, me pranu jetën si është, do të thotë ka shumë metodika të cilat për shembull në religion nuk spjegon thellësisht, por atë më ka lidhë sepse ka një filozofi të fortë brapa saj. Ndoshta nuk ju marr me religion dhe nuk e kam kuptuar nga aspekti religionit, mirë po me mu rezonon shumë atë tepër, do të thotë kjo mendjeplotësia. E përmendë familjen, fëmijët, e kam pasur vështirë. Me bashkëshortin jetoni? Po. Bashkëshorti është atje apo? Bashkëshorti është atje, po. Momenti kur vini në Kosovë, do të marrë gjithë domethënë bashkë edhe bashkëshorti? A ke bashkëshortin shqiptar? Bashkëshorti shqiptar. Nuk mundem tani kom vendos këtë pas tjetës mos me ba shtypjen askënd as në bashkëshortin tim, do të thotë ai mund duhet me zgjedh, se do të vjen këtu apo do të qëndron atje. Unë duhet me ardh, me ndajt atje ku zemra e gjen veten. Edhe pse zemra ime ka gjetë veten edhe në Finlandë dhe Kanadë, do të thotë nuk më varet prej vendit, më varet sa je lidhur me veten tënde të brendshme. Kur e gjen atë lidhje, atëherë gjen njerëz të mirë në çdo vend. Edhe kjo është interesant. Kjo intervistë këtë moment nuk është e rastishme. Është shumë interesant, faleminderit që më ndalet. Ishte shumë krahazi, persona kaq pozitiv, kaq për të dëshiruar që kanë për të thënë shumë gjëra. Unë po du në fund një mesazh ju e cila ke pasur një rrugtim shumë të gjatë, një eksperiencë shumë në jetë, një mesazh për jetën gjithë atyre audiencës të madhe që kemi në historitë jetës. Si do të ishte ai mesazh? Mesazhi është tash nga ana ime, do të thotë me u mundu me u lidh me vetveten tënde, mos me rënë kurth të kësaj industrie, do të thotë të lidhesh sa më tepër me vetveten dhe të mundosh të realizosh ato qëllimet tuaja dhe do të thotë mos të afektohesh nga rrethi. Ajo shumë e rëndësi, e një nga metodat për veten time ka qenë meditimi. Mu edhe pse kom qenë mjeke, nuk e kom pas këtë vedije. Kom pas ambicie të mëdha me arrit. Momentin kur e kom gjetë lidhjen me vetveten, arritjet e mia janë tjera. Arritjet e mia janë me gjetë njerëz të mirë, me fol me njerëz të mirë, me përqafu çejt rrugës, me taku njerëz që të hapun në biseda, do të thotë kom një çast i krejt tjetër tjetës dhe muj me gjetë lumturi edhe në fazat shumë të vështira të jetës. Kur të kisha njerëz si ju kaq pozitiv, do të kishim qenë shumë të lumtur. Unë mendoj që ne kosovarët jemi njerëz pozitiv. Jemi njerëz shumë, do të thotë, rezilient. Kemi kaluar në vështirësi, vetëm na vjen kohë me gjetë atë lidhjen me vetveten sepse kemi shumë trauma individuale edhe trauma kolektive. Ajo është pasioni tjetër që më intereson edhe me cilën dëshiroj me punu. Kemi shumë trauma që janë bërë prej gjeneratës në gjeneratë. Dhe ato duhet të punohen, nuk duhet me mbajtë mbyllura.
Kishta shumë kënaqësi, të uroj më të mirat, suksese në jetë. Faleminderit shumë për kohën. Ishte Faleminderit kënaqësi. shumë. Faleminderit. Faleminderit. Kalofsh mirë. Ditën e mirë. Respekt.